Pamjet që po shihni pasqyrojnë gjendjen shqetësuese rreth qendrës për kulturë në Gostivar. Fatkeqësisht, kjo nuk është një situatë e rastësishme, është një problem që përsëritet vazhdimisht. Këtu pra ndodhet edhe njëra nga dyrët e shkollës fillore Ismail Qemali dhe kjo gjendje e rëndë i ka bërë të pasigurt dhe të pakëndshëm frekuentimin e kësaj pjese, veçanërisht për nxënësit. Sa herë që njoftohet ndërmarrja publike komunale në Gostivar, ekipet dalin në terren, largojnë mbeturinat dhe madje pastrojnë tërësisht hapësirën, por për fat të keq, pas vetëm pak ditësh në të njëjtin vend shfaqen sërish mbeturina. Nga ndërmarrja kanë apeluar që qytetarët të mos vazhdojnë më me këtë praktikë të shëmtuar, por të shfrytëzojnë kontenjerët këtu dhe gjithandej ku përballen me probleme të këtilla të përsëritura. Kjo është një nga pikat e zeza ku problemi i mbeturinave përsëritet vazhdimisht. Ekipet tona pastrojnë vendin pas çdo njoftimi, do ta pastrojmë edhe këtë që po raportoni ju sot, por fatkeqësisht problemi nuk përfundon sepse situata përsëritet pas pak ditësh. Bëjmë apel tek të gjithë qytetarët që hedhin mbeturina në këtë zonë, por edhe kudo nëpër qytet. Jini të ndërgjegjshëm për dëmin që po shkaktoni. Përdorni kontenjerët e vendosur dhe ruani pastërtinë, nëse për asgjë tjetër, të paktën për fëmijët që kalojnë çdo ditë këtu, apelojnë nga ndërmarrja. Sipas banorëve të zonës, mbeturinat hidhen nga disa prej ambisrive përreth, të cilët për dembelizëm apo pa përgjegjësi zgjedhin t'i hedhin këtu mbeturinat në vend që t'i dërgojnë tek kontenjerët që ndodhen vetëm disa metra më larg. Në mesin e mbeturinave përfundojnë gjithçka, materiale të forta që i nxjerrin nga rinovimet, qese plastike, mbetje ushqimore, veshmbathje dhe madje edhe pelena të përdorura të fëmijëve të hedhura pa asnjë ndjenjë përgjegjësie. Situata bëhet edhe më e rëndë kur mendon se nëpër këtë korridor kalojnë çdo ditë nxënësit e shkollës, të cilët gjatë pushimeve dalin për të bler diçka dhe detyrohen të ecin mes papastërtisë. Shpesh ndodh që mbeturinat të shpërndahen nëpër rrugë dhe fëmijët i bartin ato pa dashje me këmbë, i dërgojnë edhe brenda ambienteve shkollore. Për të ngritur vetëdijen qytetare, edhe në të kaluarën punonjësit e qendrës për kulturë, përkatësisht të teatrit që funksionon në të njëjtin objekt, kanë organizuar aksione pastrimi simbolike. Qëllimi i tyre ka qenë të dërgojnë një mesazh të qartë. Institucionet e kulturës janë pasqyra e qytetit dhe kur rreth tyre krijohen deponi të tilla, dëmtohet imazhi i gjithë Gostivarit. Banorët përreth shprehen të revoltuar dhe kërkojnë masa konkrete nga institucionet. Ata propozojnë vendosjen e kamerave të sigurisë në këtë zonë në mënyrë që të identifikohen dhe të dënohen personat që vazhdojnë të krijojnë këtë ndotje të turpshme. Sepse në fund të fundit, problemi nuk është mungesa e kontenjerëve dhe as mungesa e pastrimit. Problemi është mungesa e ndërgjegjes qytetare.